Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë zije ndahet nga jeta në moshë të re artisti i njohur. Artisti i njohur me famë ndërkombëtare J. Cole është gjetur i vdekur në një vilë spanjolle pasi pësoi lëndime në kokë gjatë një dalje natën. Policia i gjeti 35 vjeçarin në një pellg gjaku pasi pësoi një plagë fatale në kokë, e cila thuhet se u shkaktua nga copa xhami. Jake, i cili u bë i famshëm me The Only Way Is Easy, u gjeti pa jetë në pronën me qera në Santa Margalja, Majorka, pasi oficerët u thirrën në vendngjarje në orët e para të mëngjesit. Dëshmimtarët u thanë hetuesve se ai kishte dalë duke festuar gjithë natën dhe vendosi që ta vazhdonte festën në vendin që kishte marrë me qera. Oficerët kanë konfirmuar se 4 burra dhe 2 gra që po qëndronin në pronë janë marrë në pyetje si pjesë e hetimit në vazhdim. Kuptohet që ata i kanë thënë policisë se kishin dalë më herët gjatë mbrëmjes përpara se të vazhdonin të shoqëroheshin përsëri në vilë deri në orët e para të mëngjesit. Autoritetet u njoftuan rreth orës 7:30 të mëngjesit të së mërkurës, duke shkaktuar një reagim të madh në shtëpinë me qera në veri të Ishullit.